Respekte. Jo, kështu. A, kështu? Jo, kështu. Kështu. Ai që bën kështu, ka shkuar SPAK. Ku ka shku? Në SPAK, për 21 janarin. Dëgjoj këtu, do thëm një gjë. Këta e përdorin shumë njerëz me, po të përdorësh ta do thotë se ti je njëri i sinqert. A është ai që e ka krijuar këtë? Jo, ajo është sade ish personel i regjimit të kuj, Dreshit Mallkuan Ndarhoqa. Këto shkollat duhet i kenë qik më në kujdes, sepse po bëjnë shkolla njerëzit, po dalin gjithë. Në shkollat e Enverit ishin si universitetet e sotshëm. Qa është UFO? UFO është universiteti. Apo provonar. As universitetet e sotshme nuk janë me shkollat e Enverit, a? UFO universiteti. Tani kemi përparuar, tani nëse kemi një problem në matematikë për shkak nuk e zgjidhim dot, pyesim ChatGPT-n edhe heqim. Ne i bëjmë me mend veç. Po flasim për ChatGPT-n. E përdorni? Po. Po e përdor zakonisht në shkolla, po. Detyra, testime, edhe për ndonjë pyetje që kam kështu, jashtë mësimeve. Kurse juve vini atë telefonin edhe i bëni me telefon. Si është më mirë me mend apo me telefon? Më mirë me mend, sepse telefonin mund mos ta kesh ti Si gjithmonë. këta po i mëshojnë kësaj telefonit? Ti ke muhabet me inteligencën artificiale. Jam shumë, inteligencë artificiale më ka ndihmuar shumë në jetën time, e përdor për shkollë, për shumë gjëra. Edhe jam shumë i nevosh. Nuk kam përfitë fjalë lërum, po valla se jam nga Korça. Çdo gjë e bëjnë teknologjike. Ta bëjnë shumë mirë që e bëjnë teknologjinë. Edhe ministrin e kemi me inteligencë artificiale, ku ka më mirë? Të kuptoj, dakor, po kurse kam atë telefonin ku do vete unë? Ti bësh veprimet e matematikës me inteligencë artificiale apo me mend? Me mend, se mëson më shumë. Për çfarë përdor inteligencën artificiale zakonisht? Nëse nuk gjen ndonjë ushtrim ose ndonjë kështu mund të pesësh atë dhe ti nxjerr. Po. Flet shpesh me Flas. me kë? Me veten. Me kë flet? Me inteligencë artificiale, me ChatGPT. ChatGPT. Po. Gjitha veprimet Po, me ChatGPT ose me mend. Varet. po e përdorim shumë ChatGPT. Në shkollë. Në shkollë apo në provim? Në shkollë. Po provim e përdor? Jo, nuk na e lejon telefonat. Telefonin kështu fshehur. Kur e fut në herë edhe po. Sepse telefonin mund mos ta kesh ti Si gjithmonë. këta po i mëshojnë kësaj telefonit, çdo gjë e bëjnë teknologjike. Ta bëjnë shumë mirë që e bëjnë teknologjinë. Edhe ministrin e kemi me inteligencë artificiale, ku ka më mirë? Të kuptoj, dakor, po kurse kam atë telefonin ku do vete unë? Po se pa atë telefonin? Kështu që unë duhet ta di herë me mend, të di sa bëjnë 4x4 apo 5x4, pastaj telefonin qofse ngjit në ai truri edhe se ashtu do mund ta bëj, por jo mos e di se sa bëjnë 2 dhe 2. Pse po e bëjnë? Të rinj tani nuk dinë se sa bëjnë 2 dhe 2. Do në çdo gjë me Është telefon. problemi që këta nuk dinë. Sepse nuk vjen në shkollë kot, shohin bagnat e shkollës, nuk shkojnë në shkollë për të mësuar. Mësuesit shohin ku të lyhen, ku të ngjyhen, notën nuk e japin atyre që mëson, por ja japin atyre që i jep rushfet. Duhet Kjo edhe në klasat e para thua? Keni ardhur për ekskursion për çka keni? Supozoj të vinim në Kruj, po ndaluam këtu për Dalë rrugës. Për çfarë pyet zakonisht atit? detyrat e shtëpisë. Po jashtë mësimeve. Vetëm në klasë dim ne. Për sa kohë harxojt interneti, po ju hapa spotin ja 5 vetave. Që në klasë e parë, Klasë unë e kam pat shkollën problem, unë kam pat që në shkollë fillore kam pat probleme me çunin tim. Pavarësisht se çuni im ishte shumë më shumë dhe doli vet. Por Problemi keni pas saktësisht me çunin, për shembull për sa për këtë arsye. Ishte me 10 dhe i vinte 9 për një se nuk di të kërcej, nuk di kështu. Thjesht për mos marr atë fletën e lavdërimit. Nuk i jepte notë të mirë sepse nuk krifte mirë flokët, do të thuash. Bravo, don që ai mos merrte fletën e lavdërimit, ta merrshi ti që i jepshe lekun. Pavarësisht se ai me zgjuarsin e tij i fitoi të gjitha dhe fitoi dhe shkollën. Por nuk është zgjidhje kjo. Është zgjidhje. Sipas jush kush është zgjidhja? Ky është një turp, domethënë për mua është një turp. Unë jam tradishën në Umën, domethënë jam me atë, jemi tradicionale dhe kështu janë edhe kanë flas para Nëse këtu në amerikanë. Shqipëri kanë futur këtë gjë. Këtë po çdo gjë këtu është mbrapsht, ç'mund të pres. Çdo gjë është mbrapsht, nuk dua ta them se Europa e detyron Shqipërinë të bëjë dhe kjo si të tjerët. Prandaj, unë jam dakord, më mirë të mos futemi në Europë
se sa të pranojmë ato kushte jo të mira. Sipas nesh është gjë që të futen në shkollë, të futen të mësuesit apo edukatorët, të futen të gjithë ato që kanë mësuar. Jo ato që janë me mik, jo ato që janë me parti, po të futen ato që janë me nota të mira. Pra ti je kundër inteligjencës artificiale në shkollë? Jo, jam me inteligjencën artificiale, nuk them që s'jam, por duhet që dhe të mësojnë. E kupton, nuk duhet vetëm inteligjenca, duhet dhe të mësojnë. Duhet të jenë korrekte, mos mbajnë hatër, mos kenë dveshde në për spitale, jo xhepi dorën te xhepi sepse edhe ajo nuk është zgjidhje. Do dalim të lypim në rrugë, po u futëm në Europë. Duan të dalin të tjerë nga Europa, ne jemi më të mirë sa ata. So, kështu ika. Respekt e qofshi mirë. Edhe ju Pafshim. Vafmbar. Keni pasur një rast në spital që keni futur? Jo, unë nuk kam patur, se unë shqyqy zotin i kam bërë në Greqi çdo gjë. Atje i kam pa lek dhe nuk kam... Ku është më mirë, në Greqi apo në Shqipëri? Të them të drejtën, doktorat në Greqi janë absolut, të them të drejtën. Kurse këtu një operacion nga më bërë një herë nuk ardhë doktorit më shofi, apo të më pyesja i e mirë. Atje një operacion të bësh, do të vi doktori 30 herë të pyesi. A je mirë apo Këtu nuk vjen doktori sepse ti nuk e ke dhënë aq lek sa do ai, apo nuk vjen se nuk di? Jo, nuk e di këtë, ndofta që ka atës nuk di çfarë të them. Unë një operacion kam bërë këtu dhe kam ngele pa kënaqur. 5 operacione që kam bërë në Greqi, jam shumë e kënaqur. Respekte. Qofsh gjithmonë shëndosh e mirë, mos bësh me operacione. Të pyesim ty profesionist. Isha mësuar më përpara, po tani që kam ardhur, jam me këmbë në tokë, kam ardhur nga Amerika, kështu që tani e shikoj se ç'bëhet këtu. Dëgjoj, pensionet atje janë shumë mirë. Janë për aq sa ti punon atje me 10 vjet merr pensionin. Do të thuash ti është 740 për 10 vjet, por atje shteti ti kompenson dhe pjesën tjetër, ti jep ndihmë, ti jep një pension social, domethënë government, si themin e federal state, domethënë ti nuk e ndjen fare atë. Ama çmimet janë rritur 2 fish të apartamenteve. Dhe qerat. Unë i ka pikërisht nga qeraja që se përballoja dot një studio, garsonier, 1.600, 1.700, 1.900 dollar. So, kam shtëpinë time këtu edhe por i këtu në qendër Tiranës. Çfarë do të bëj? Tu sapo kanë qera? Jo, e kam time. E kam personale. Duke qenë se ju keni jetuar në Amerikë. Kam bërë një jetë shumë cilësore. Si është ky ligj për barazin gjinore në Amerikë? Jo, s'është atje nuk e kanë aprovuar. Atje njihet vetëm nën baba, nuk mund të quhesh një prindi 1 e prindi 2, jo, nuk është aprovuar. Ky është një turp, domethënë për mua është një turp, unë jam traditional woman, domethënë jam me atë, jemi tradicionale dhe kështu janë edhe kanë flas para amerikanë. Nëse këtu në Shqipëri kanë futur këtë gjë. Këtë po, çdo gjë këtu është mbrapsht, ç'mund të pres. Çdo gjë është mbrapsht, nuk dua ta them se Europa e detyron Shqipërinë të bëjë dhe kjo si të tjerët. Prandaj, unë jam dakord, më mirë të mos futemi në Europë se sa të pranojmë ato kushte jo të mira. Në zero. Atëre do dalim të lypim në rrugë, po u futëm në Europë. Duan të dalin të tjerë nga Europa, ne jemi më të mirë sa ata. So, kështu ika. Respekt e qofshi mirë. Edhe ju. Pafshim. Edhe vafmbar. Fishoj pensionet. Ta besojmë? Çu ka thënë ai? Jemi në Me dilemë, të thënë e me të bërë. Shpresojmë. Nëse kjo gjë ndodh, Presojmë. nëse kjo gjë ndodh, a keni menduar si do i prishit gjithë para? Sa shumë. Ato janë do 500.000 lekë të vjetra që ti jetosh. Pa 500.000, unë që jam vetëm i dua për të ngrënë. S'mund taj junk things, si taj gjërat që nuk vlejnë, të helmojmë, kështu që më duhen 500.000. Paktën dalesh e fundjavë, bësh jetë natët, bësh... Lëri ato unë isha mësuar më përpara, po tani që kam ardhur, jam me këmbë në tokë, kam ardhur nga Amerika, kështu që tani e shikoj se ç'bëhet këtu. Dëgjoj, pensionet atje janë shumë mirë. Janë për aq sa ti punon atje me 10 vjet merr pensionin. Do të thuash ti është 740 për 10 vjet, por atje shteti ti kompenson dhe pjesën tjetër, ti jep ndihmë, ti jep një pension social, domethënë government, si themin e federal state,
Do më thënë ti nuk e ndjen fare atë, ama çmimet janë rritur dy fish të apartamenteve dhe qerat. Unika pikërisht nga qeraja që se përballoja dot një studio garsonier 1600, 1700, 1900 dollar. So, kam shtëpinë time këtu edhe por i këtu në qendër Tiranës. Çfarë do të bëj? Tu sa po qera? Jo, e kam time. E kam personale. Duke qenë se ju keni jetuar në Amerikë. Kam një jetë shumë cilësore. Si është ky ligj për barazin gjinore në Amerikë? Jo, s'është atje nuk e kanë aprovuar. Atje njihet vetëm nën baba, nuk mund të quhesh një prindi 1 e prindi 2, jo, nuk është aprovuar. Ky është një turp, domethënë për mua është një turp, unë jam traditional woman, domethënë jam atë, jemi tradicionale dhe kështu janë edhe kanë flas për Amerikanë. Këtu në Shqipëri e kanë futur këtë gjë. Këtë po, çdo gjë këtu është mbrapsht, ç'mund të pres. Çdo gjë është mbrapsht, nuk dua ta them se Europa e detyron Shqipërinë të bëjë dhe kjo si të tjerët. Prandaj unë jam dakord, më mirë të mos futemi në Europë se sa të pranojmë ato kushte jo të mira. Në zero. Pra ti thua që Atëherë nëse në Europë do dalim të lypim në rrugë, po u futëm në Europë. Duam të dalin të tjerë nga Europa, ne jemi më të mirë se ata. So, kështu ika. Respekt e qofshi mirë. Edhe ju Pafshim. Edhe vaftë mbar. Nuk dua pension. Jo, vetëm nderin e shqiptarëve. Nderi shqiptarëve këtë ligj që kërkon ta ndjerrë Edi Rama, për çështjen të martohet burr me burr. O të keqë jyshi, e mori lumi në bëjtën. Isha mësuar më përpara, po tani që kam ardhur, jam me këm në tokë, kam ardhur nga Amerika, kështu që tani e shikoj se ç'bëhet këtu. Më fal, një minutë. Si jeni jetë? Baj bicikletë sepse kemi kështu për background shumë. Respekte, si jeni? Ka bicikletë. A jeni mirë, lutem. Para se të më kapesh vesh, unë dua të respektoj si udhëtinë e Jemi më mirë s'ka ku të shkoj. Falenderojmë Zotin që na ka sjellë në këtë trojë. Fiks. Fiks fare. Por se kemi mirë punën me këta që na drejtojnë. Nëse njeriu gjithmonë ankohet, nuk gjen qetësikur. Por në çdo vuajtje, në çdo ecje në rrugë të vet, të thot faleminderit o Zot, mirë, nga mirë bën ti më mirë, sepse njeriu bëhet i vështirë. Të lutem, më lejo të flas. Po. Pse bëhet i vështirë? Se është një ditë në vuajtje, thot o Zot më ndihmo, më jep këtë, më jep atë, jep të gjitha Zoti. Kur vehet më lart te edhe me, thot jore jam unë boj unë. Prandaj i këshilloj që të ndryshojnë mend, sepse nuk e ka pas tradit ky vend që të ngrehet para Zotit të lartë. Sa do kish xhamiet e qe, kulte që shkojnë e vinë me revista, libra plot, është vetëm një Zot. Kjo është, nuk e di, këshill më të mirë nuk mund të jap. Shputu një gjako, ndërshmëri kisha herën asko. Kishe ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kish. Po, ma dënuan babajnë tim një vit burë, për 2200 vicitë. Kur u bëra unë sarakën, më kërkon një dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vit në burë, më kërkon dëshmëri penalitet. E mora thosh, një vit burë, 2200 vicitë, pa kujdesin dhe tyre, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, a i që trite, ore, i se burve tope. Qo se Edi Rama del këtu, se par dje dola një interviste e thashën në qofse që Edi Rama mjekrën me 77 deputetët dhe mjekrat e tyre t'ja ven grave të tyre dhe fustante grave të tyre t'i marrën t'i veshën vetë dhe gratë e tyre të shkojnë në përminjerat e në përmalet të ngarkojnë dru. Par dje, kurse sot them anën tjetër që Edi Rama bashkë me 77 deputete që e kanë aprovuar këtë që po na shkatrojnë në fëmijët, po i hedhen poshtë, po e shkatrojnë këtë popull, të dali Edi Rama me 77 deputetët pro, t'i heqen brekët, këtu të martojnë me njeri tjetër, kur t'i shojmë ne ata, atëfena të aprovojët ky ligj. Faleminderit. Pse e kundër këtij ligji? Pse e kundër këtij ligji? Pse jam kundër? Qarë? Njeriu ronë për një nder. Nuk ronë për homoseksual, për këta qenër.
Hajtë falem. Pse po ndodh nga heteroseksuali? He? ku ndryshon homoseksuali nga heteroseksuali? More, Zoti ka krijuar dy gjini, femër dhe mashkull. Ata pse duan të bëjnë të tretën? Këta e bën të tretën se janë homoseksual vetë, për veten e tyre dhe kërkojnë të martohen me njëri tjetrin. Faleminderit. Respekte. Kush je ti, kush jam unë, ama të bëjmë barbarës për unë të gjykoj njeriu në komitim, vërtet do qymë poet i vështirë se nuk i kam mend në vend edhe nuk di qa flet nga goja vetë. Të përshëndes, s'ka qështë. Unë jam pa fjalë. Jo, fjalë kemi plot, fjalët, më falë, sa kam lezuar, edhe ti lezon edhe unë, jemi të lirë. Fjalët do mbarojnë, lapsa fletore do mbarojnë, fjalët e kryesit tonë nuk mbarojnë kur sa është përjetësi. Ne jemi kalimtar, në këtë tokë, në këtë njësi. Si ka mundësi që këta politikanët tanë që na drejtojnë nuk e shohin këtë jetë si kalimtare, por e shohin si një jetë të përjetshme. Dhe në fund, siç ndodh dhe me Fatos Nano dhe me çdo figurë politike, ka marrë vetëm 2 metra dhe. Tani, dalim tek 21 janari. Kush e bën 21 janarin sipas perceptimit tënd? Me të thënë të drejtën, pa rena, kam shku, jam antarësu në 7 a 8 parti. Kur e kam pa që antarët shiteshin për interesa pjatë sana, si kur të parat që kanë dalë ke trojet tona, thash kujdes, unë do të rriqim edhe lash me shkrim. Më mirë të ri një pohet me shpirtëri e të eci në rrugën time edhe të gjikoj të vlerësoj veten, pa shok e miqët të tjerë, pastaj për mua nuk ka interes e vlerë të futem në pushtet të haroj shpirtërin që Zoti jep e dritë në jep. Edhe ujë e shi, kjo është mrekulli dhe begati. Tjerët si cili për vete i di. Tha lutëm, kaq dhe me thonë. Respekte. Edhe për ju. Qofsh mirë. Ditë mbarë, respekt. Unë gjithmonë them, a kam shënë të jetë? Do në folë për barazin gjinore. Zotëri, si jeni? Mirë të faleminderit. Si fillim mirë, do të flasim për pension. A merrni pension apo jo? Marr. Sa pension merr? Unë 130.000. 2027-ën, kryeministri ka thënë që do t'u dyfishoj këtë pension. A do më falësh një minutë të A ke menduar kthej? si do i prish këto lekë? A do më falësh të kthej për pensionet? Nuk dua pension. S'do. Jo, vetëm nderin e shqiptarëve. Kush është deri shqiptar? Nderi i shqiptarëve e këtë ligj që kërkon ta ndjerë Edi Rama, për çështjen të martohet burr me burrë. Jam i rregullt, e do flas me ndërgjeje të pastër, nëse Edi Rama del këtu, se par dje dola një intervistë e thashën nëse që Edi Rama mjekër me 77 deputetët, dhe mjekrat e tyre t'ja vën grave të tyre dhe fustante grave të tyre t'i marrën t'i veshën vetë dhe gratë e tyre të shkojnë në përminierat e në përmalet të ngarkojnë dru. Pardije, kurse sot them anën tjetër që Edi Rama bashkë me 77 deputete që e kanë aprovuar këtë që po na shkatrojnë fëmijët, po i hedhën poshtë, po e shkatrojnë këtë popull, të dali Edi Rama me 77 deputetët pro, ti heqen brekët, këtu të martojnë me njëri tjetër, kur t'i shojmë ne ata, atëherë ata aprovojnë ky ligj. Faleminderit. Pse je kundër këtij ligji? Pse je kundër këtij ligji? Pse jam kundër? Çfarë? Njeriu ron për një nder. Nuk ron për homoseksual, për këta qenër. Hajt faleminderit. Pse po ndodh nga heteroseksuali? Ku ndryshon homoseksuali nga heteroseksuali? More, Zoti ka krijuar dy gjini, femër dhe mashkull. Ata pse duan të bëjnë të tretën? Këta e bën të tretën se janë homoseksual vetë, për veten e tyre dhe kërkojnë të martohen me njëri tjetrin. Qatë, se s'mbajnë frenat. S'mbajnë frenat? Po jam plak më 80 vjeçur, sa qajupi. Pa më mirë se një zotëri si puna juve ka Zotëri një musë që kam, vajtë në pësë. Po ke vajt? Në pësë. PS-ja pra do të arrisi pensionin. Ku cila? Kjo? PS-ja. Jo, është partijere kjo pësë. Kjo PS-ja është partijere? Kur thonë baftë në pësë, e ke gjuara? Baftë? Në pësë, është një parti kështu legendare, është pësë e re kjo. O, ti e gjyshi. Berisha, sot, ka shkuar në SPAK. Berisha ka shkuar në SPAK sot për 21 janari. Po lëve, kësa herë ka vajtur? Sa herë që ka tirë SPAK? Ka vjetë, a manë se në hangërën, po i ka tani. Ti si e mendon këtë
Po hiqë do vazhdoj këtu. Novela. O të keqë gjyshi, e mori lumi për ikëtën, spak. A i vajti 30 do për spake në për konferenca, dele, bënë. A do zbardë një kënë si 1 janari apo? Valla, gjuna për lesëm 30 mishë që kam qenë atë ditë aty. Jo, nuk isha... 30 mishë për Berisha? Për Berisha? Jo, për kombi. Kombi kishë kur ishe në veri për ikëtën. Je nga Vlora? Në Arusha, në Ujku. Lartë. Malitat të rritë. Litat dhe kombi? Vlora ka marrë zhvillim? Zhvillim mirë, zhvillim kanë marrë, dhe bëndi ka marrë zhvillim. Ka marrë lumi Vlorën apo ka marrë det? Kush? Vlorën, ka marrë lumi apo det? Jo, Vlora ka qënë, është që do tjetë patriote, me gjithë vlerat që ka, me unitet, me dashuri për atë beun, me vlerat pa para. Si po duke ndo zhvillimet e fundin Vlorë? Po mirë, hajdo. A ju bëjnë e qikë puna e tuneli Llogarasa? Po si s'bënë, po që bënë, kanë vjetë, po kanë vjetë gjitha vjetë. Se janë kërën ta? Pse luftojnë, pse ata do vinë, pse luftojnë për të marrë një vënd në shtetë. Po, s'putu një gjako, ndërshmëri kisha here në asko. Kishe ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kishë për të. Po, ma dënuan babajnë tim, një vitë burë, për 2200 të vëqitë. Kur u bëra unë Sarakën, më kërkoni dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vitë në burë, më kërkoni dëshmëri penalitet. E mora thosh, një vitë burë, 2200 të vëqitë, pa kujdesin dhe tyri, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, a i që të pritë e vëre, i se burve tope. Këta vjedhi miliona, shput njeri. Sa vjetë po me ato klubin Partizani. Unë jam në i familje, kam patu 400 vilim tokë bëksore. Asë qenë vekë s'kanë dhe, asë qenë fshatë ku ka qenë. Asë që s'kanë kompensuar gjë. Për vetën e tyre i mori e Partizanin e qishin këto, se ishe brenda fisit ty, në qëndë Tiranës, jam bë miliardjerë. A mendon se do zbardë në njëherë kjo 21 janari apo? Hajde, me mund zbardë, shikojnë. Po pati në një gjyqtar me tope, do të bëjë. Po pati në një shërvit, në një dështin, sa të shumë. Si pas te duhet një vlonjat që ta bëjë këto? Po jo, më që vlonjat s'ka po vlonjat, ajo ka me guzim. Do të që vlonjat ka gjoks. E kemë pat gropë, thoshim neve. Ta një shmbushëm me drejtë. Si ka ngellë kjo shpreja, vlonjat e kanë gjoks? Qoja që jemi na. Po tani një mot, një soj janë gjithë, po ikësëm. Të ke që gjyshi, ku të shkoj gjyshi ndarke? Tek Shqeto, YouTube, Shqeto. Shqeto fare. Shqeto ke? Shqeto fare. Filmon ba. Dhe gopin Shqeto në zjerë? Si? Gopin Shqeto në zjerë? Po na erdi shtek? Jo, më jo. Po gopi asë, pse i thonë gopo? Që është gopi? Gopi asë të ngopë, asë ngopë. Pse i thonë gopë? Se së ngopesh në njerë? Asë njerë, kur pa jo ngopes ajo pusi. Hidhi uj, thellë dhe më thellë, ikësa një bakabon. Rokash, nga jeti gjyqi? Nga jeti, mos i filore, bu do dha. U që ki qajtë putë. Në kam batë kushrinja. Jam nga bajta, nga bajta. Respekte. Jo, kështu. A, kështu? Jo, kështu. Kështu. A i që bën kështu, ka shkur spak. Ku ka shku? Në spak, për 21 janari. Dëgjoj këtu, dhe thëmë një gjë. Këta e përdori shumë njerëz me, po të përdori shta do thotë që ti është një i sinqert. A është ai që e ka krijuar këtë? Jo, ajo është sade ish personel i regjimit të kuj, Dreshit Mallkuan Nërhoqa. Do rikë tani juve? Jo, Berisha do shkojnë spak për 21 janari. Dëgjo. është një tem ka kaq vjetë. Ka kaq vjetë. Sali Berisha, po t'ishe në një shtet demokratik në Evropë, ose në Amerikë, do kishe
burg të përjetshëm. Jo njerë për 4-5 herë. Jo vetëm për 1 janarit, thonë ju, po edhe për bëma të tjera. Jo, themi edhe, po t'ja punë, e para. Firma piramidale, që u gjvesh populli, pjellë vjeku lekun. Edhe dele atje dhe thot që leku është i pastër. E në fshatarët e shket nuk lanë bakti, lope, gomare, pasuri, mere, shit, edhe e ka të ndisit të vërë, edhe heri puna, gjithë pasurie popullit shket shkorat. Kjo është e një? Një, e dyta. Vim të kë hodhi ra shteti brenda minutit. Ra shteti brenda minutit. Mori veriun e hodhi në kundërveprim kundra jugut, dhe në 97-a beri atë që sot e vojnë edhe sot. Pra ti po thua që Berisha bëri këndasim veri ju? Pa ishe president, a ishe kryeministër. 2. Kush fitoi më shumë në ato, veriu apo ju? Kush fitoi më shumë në ato? Pra kush ishte më i fuqishëm, veriu apo ju? Jo, këtu nuk ka fitim. Këtu e pësoj populli. Nuk ka fitim atë. Këtu nuk ka, këtu beri për qarjen. Të përqaj unë popullin, unë jam në jugu, edhe të urrej unë veri unë, nemi shqiptar. Nemi shqiptar, 2. E 3. Erdi problemi i 20 janarit, mund të protestoj, mund të bëj, por të rri unë atje për teja, ose ti me mua, edhe të hapet zjarë. Unë e di si hapet e kush e jep urdhëri. Aje ka thënë vetë tani, aje u shpreh tha që është krim shtetëror, po pa dashje. Ku ka krim shtetëror pa dashje këtu më burë? Ti ke vrarë 4 veta në trotuar. Edhe lënë ata. Pse pikërisht të vej në organet më të lartat evropiane edhe ta përcaktoj që është krim shtetëror? E mos ta përcaktoj gjykatat e prokuroria shqiptare? Pse ndodh? Kjo ndodh sepse janë servilat, janë të paaftit, lere këte e shë, edhe mbroj mua, që unë ka bërë krim, edhe lena të që të pa. Teza e ish-kryeministit ose Berishës është që thot, unë thjesht e bëra këtë përmbrojtje, por fajtori thot ai është opozita e asaj kohe që mblodhi popullin shesh. Zotëri, unë do protestoj. Unë do protestoj. Kam drejtë të time, ma jep ligje të protestoj. Ti s'kem që të mbash snajper. Aja tha shpreju vetë. Një snajper e kisha lartë të ratë, një kisha të tera, një kisha këtë. Orë të lutem shumë kush i vrau. Ti e kryeministër, lutë basha ka qenë ministri brendshëm, kush e dha urdhëri? Të dali, kush e dha urdhëri? Të vrasu ti duke ndaj me mua në bulevard? Ja, ka ikur 4 jetë njerëzish. Qajnë fëmijët për baban. E kuptoni? Me sa e shifni ju situatën në vend. A mendo se do ketë një tritje shile në fund tunelit? Pra, mund të zbardhet kjo ngjarje? Kjo spako të shkoj edhe zbardhet, jo ka mundësi, ka shumë mundësi. Pavarësisht harrohet, por nuk kalon koha, por nuk harrohet. Gjako, ata spaku unë kam besim të spaku që do të shkoj deri fund edhe të verë për para përgjegjësisë, kush do qoftë, edhe unë t'jen. Qoftë se unë kam dhe në urdhër, kam bërë këtë të vete atje ku e meritoj. E kupton? Sepse ka vrarë njerëzit. U bën gati 13 vjet e spaku ende nuk ka një përgjigje të saktë. Ajo është Qa e banë peng spakun që t'japi vend? Asë gjithë se banë. Është që ke vështirë sepse do t'i kalot nga aja që të vete zheja. Do me dhenë, rrjedhe banë, dhe zjerit përgjësit, e se cilit. Kush këmban përgjësi? Kush e të dhe? Një për një. Edhe se cilit dhe marra të që meriton. Unë për këta, edhe ti tjeshe, të vesh ti atë me mua, të shkojmë kaluj rrugës, të marë plumbi, të më vrasit, nuk e farë.
Kështu është. Qofsh mirë e gjithmonë gjigant. Ju jeni të mrekullueshëm. Tani unë ku do ta shikoj këtë emision? Do dali tek Shqeto. Në YouTube, ti lëshon Perla. Kur do. Përshëndetje, si jeni? Mos më luaj se kam punë me plumat, lutem. Me plumat, Berisha është spak sot. Si the? Berisha ka shkuar spak sot për Prishtinë. Berisha thet qafën, ma hiq qafën. Berisha ka shkuar në spak. Prishtinë janari. Po lëre kësa herë ka vajtur. Sa që ka thirr spak? Ka kaq vjet, aman se na hëngrën, po i ka tani. Ti si e mendon këtë? Po hiç do të vazhdoj këtu. O të keqë jyshi, e mori lumi gëllon, po i thënë, spak. A i vajti 3 vjetë për spake në për konferenca, dele, bënë. A do zbarë do një 21 janari apo? Valla, gjuna pjerë, lesëm 30 mishë kam qenë anë ditë aty. Jo, nuk isha... 30 mishë për Berisha? Për Berisha? Jo, për kombi. Kombi kishë kur ishe në veri, po i thënë. Je nga Vlora? Në Arusha, në Ujku. Lartë, mali Tatarit, e di Tatarit më bje? Vlora ka marrë zhvillim? Zhvillim mirë, zhvillim kanë marrë, dhe bëndi ka marrë zhvillim. Ka marrë lumi Vlorën apo ka marrë det? Kush? Vlorën, e ka marrë lumi apo det? Jo, Vlora ka qënë, është e do tjertë. Patriote, me gjithë vlerat që ka, me unitet, me dashuri për atë beun, me vlerat pa para. Si po duke ndo zhvillimet e fundin Vlorë? Po mirë. Hajdo. A ju bëjnë e qikë puna e tuneli Llogarasa? Po si s'bënë Allah, po që bënë, kanë vjetë, po kanë vjetë gjitha vjetë. Se janë kuaj ta? Pse luftojnë, pse ata do vinë, pse luftojnë për të marrë një vënd në shtetë? Po s'putu një gjako, ndërshmëri kisha here në asko. Kisha ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kishë për të. Po, ma dënuan babajnë tim, një vitë burë, për 2.200 lekë të vëqitë. Kur u bëra unë Sarakën, më kërkoni dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam patë babaj një vitë në burë, më kërkoni dëshmëri penalitet. E mora thoshtë, një vitë burë, 2.200 lekë të vëqitë, pa kujdesin dhe tyri, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, a i që të pritë e vëre, ishe burëve tope. Këta vjedhi miliona, shput njeri. Sa vjetë po me ato klubin Partizani. Unë jam në i familje, kam patu 400 vilim tokë bukësore. Asë qenë vekë s'kanë dhe, asë qenë fshatë ku ka qenë. Asë qenë s'kanë kompensuar gjë. Për vetën e tyre i mori e Partizanin e qishin këto, se ishe brënda fisit ty, me qëndë Tiranës, jam bëj miliardjerë. A mendon se do zbardhë në njëherë kjo 21 janari? Hajde, mund të zbardhë, shikon. Po pati në një gjyqtar me tope, do të bëjë. Po pati në një shërvit, në një dështinë, sa të shumë. Si pas te duhet një vlonjat që ta bëjë këto? Po jo, ma që vlonjat s'ka punë vlonjat, aty ka me guzim. Do të thosh që vlonjat i ka gjoks. Se kemi patë gropë, thoshim neve. Tani është mbushur me drejtë. Si ka ngell kjo shpreja, vlonjat e kanë gjoks? Qoja që jemi na. Po tani një mot, një soj janë gjithë, po i kësë. Të ke që gjyshi, ku të shkoj gjyshi në darke? Tek Shqeto, YouTube, Shqeto. Shqeto fare. Shqeto ke? Shqeto fare.